Më vrave, moj të vraf të kpuca. Hajde se s'kem mbaruar. Më ke torturuar. Çfarë po ndodh këtu? Kjo që më shkoli dhëm, tani po më shkol kamt. Po pse zvajtet e Alba Dent në Gjakov? Se unë zitova dhe vajta te kjo. Më thuaj ç'a do? Një palë dhem rezerv që t'i ha shpirtin burrit. S'kuptoj. Të mi dua t'i mbroj që mos t'i thyej kur ta kafshoj. E keme tërmend? Ne jemi si qend. Dhe që ti bëja mbrojtëse domësh? I mora masën. Po masa më dhemi jashtë mase. Pse? Për dreq kanë gjitur keq, por do e heq! Bo, se që shka është në gogol! Pusho! Jo, qa bëj ti? Bashkë me dhem të mi. Që co dhe ri ullur? Mirë që s'kam tru se do ma kishe shkullur. Ju s'jeni në Terezi. Qa të bëjmë tani? Na jep një mendim. Ti hajde me mua, ti merru me kërcim. Ku jemi këtu? Te Alba Dent në Gjakov. O? Eja. Mësolle si ka sapit e cjapi? Pse? Se edhe këtu ka dentista. Por jam profesionista. Faleminderit. Kush është ky miku? Doktor Shefqet Sadiku. Çfarë të shqetëson? Ca gomerë që thonë se unë dhe ti s'jemi një e që Kosova sa Shqipëri. Ata flasin kot, po ti çfarë halli ki? Ja këta dhem të mi. Do i bëjmë për bukuri. Të ta marrë masën? Jo! Mos u shqetëso, se ne kemi skaner intraoral i cili merr masën në mënyrë digjitale pa asnjë shqetësim. O, sa kollaj, nuk më vjen të qaj. Po i bën ndaj dhëmbët mi? Jo, Po si? Na tregojmë tani. Do vendosim implant. Implant isha i tupi që va ditë mbjestrish? Selena. Po pastaj si do veproni? Do i vëmë kuror. Me që jam princesh? E kam fjalën për kurora i Maxi. Ah, E kuptove? jo. Po tani që më bëni? Po pastroj dhëmbët me Airflow. Do më pastrosh dhe qik shpinë se përtoj. Shumoj. Fal, o Alba Dent Gjakov jeni fantastik. Faleminderit. Duat lëdhe një orar që t'sjell fëmit. Kur e do? Në 2032 se si kam bërë akoma.